Era e furt ka sjellë probleme në qytetin bregdetar të Vlorës. Si rrjedhoi e erës raportohet se në disa fshatra të bashkisë së Himarës ka patur probleme me energjinë elektrike. Prej të dielës, fshatrat si Boshi, Piqera, si Qeparoja dhe Lukova janë gjendur e gdhir pa drita. Energjia është takuar si rrjedhoi e moti të përkeqësuar. Banorët prej mëngjesit të së dielës vijojnë të jenë ende pa drita, ndërsa momentalisht në disa prej zonave vijnë e stakohen brenda pak minutash sërish. Kjo faktikisht është një situatë e përsëritur për fshatrat në fjalë, por këtë vit problemi është përkeqësuar edhe më tepër. Sa herë që ka erë të fortë në fshatrat bregdetare, energjia shkëputet, teksa kjo që tashmë është kthyer në një normalitet për banorët e zonës, pasi përsëritet çdo ditë. Problematika me energjinë elektrike raportohen po ashtu edhe në disa fshatra të bashkisë së Selenicës, si Velç, Ramnic, Bashaj, Romos, Resulaj, Matogjin, Kallarat, Tërbat, që po ashtu edhe në Kuç. Në këto fshatra të Selenicës dritat stakohen për disa orë, vijnë sërish për disa minuta e më pas me forcimin e erës ndërpriten për disa orë sërish. Problematikat me ndërprerjen e energjisë elektrike edhe njerë konstatohen që kanë patur në disa fshatra që përkasin edhe bashkisë së Vlorës. Fshatra këto në njësinë administrative, ku për shkak të erës energjia ndërpritet e për disa orë banorët janë pa drita derisa ajo të rikthehet sërish. Shkak për ndërprerjet e erëpashershme të energjisë elektrike është rrjeti i amortizuar i shpërndarjes së energjisë, me shtyllat të tensionit të lartë që bien për tokë, apo kablo elektrik që si rrjedhoi e erës shkëputen. Defekte të shumta të përsëritura konstatohen edhe në brendësi të nën-stacioneve energjitike, siç është edhe ai i Bunecit, të cilët prodhojnë më pas ndërprerje të dritave. Mungesa e investimeve jo vetëm në rrjet, por edhe në stacione, shkakton shpeshherë problematika, të cilat ndër vite nuk po zgjidhen, duke u kthyer në gangren për banorët, veçanërisht të disa fshatrave.